8 sinjalet e fshehta që zbulojnë armiqsinë e maskuar. Çfarë na mëson hija e Jungut? Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë. A ju ka ndodhur ndonjëherë të ndjeni një shqetësim të lehtë kur jeni pranë dikujt që duket miqësor, por diçka në instinktin tuaj ju thotë se nuk është gjithçka ashtu siç duket? Carl Jung, një nga mendjet më të mëdha të psikologjisë, fliste për hijen, atë pjesë të fshehur të personalitetit tonë që ne e mohojmë, por që shpesh shfaqet në ndërveprimet tona me të tjerët. Kur dikush ndjen urrëtie, zili ose inat ndaj nesh, përpiqet ta fshehë, por sinjalet janë aty, të holla dhe të pagabueshme. Në këtë artikull do të zbulojmë 8 shenja që tregojnë se dikush pranë jush mund të ketë ndjenja armiqësore, edhe nëse bën çmos për t'i maskuar ato. Kini kujdes, sepse sinjali i 8 mund të ndryshojë mënyrën se si shihni disa njerëz. 1. Përbuzja e maskuar si ironi. Një nga mënyrat më të zakonshme për të fshehur armiqsinë është përdorimi i ironisë ose shakave sarkastike. A keni takuar ndonjëherë dikë që bën komente thumbuese për pikat tuaja të dobta, por kur i vini re, përgjigjet, po bëja shaka, mos u mërzit. Këto shaka të përsëritura, sidomos kur prekin tema të ndjeshme, nuk janë të rastësishme. Ato janë një formë e përbuzjes së fshehur, e maskuar si humor për të shmangur përgjegjësinë. Jung shpjegonte se hija jonë projektohet të tjerët në mënyra të hollë. Kur dikush përdor ironinë për të goditur vazhdimisht aspekte të personalitetit tuaj, mund të jetë duke zbuluar pasiguritë e veta. Nëse këto komente ju lënë me një ndjenjë poshtërimi, kini kujdes, mund të mos jetë thjesht humor, por një shenjë e armiqësisë së shtypur. 2. Sabotimi i fshehur. A keni vënë re ndonjëherë një mik apo koleg që harron t'ju përcjell një informacion të rëndësishëm ose ju jep këshilla që në fund ju çojnë në dështim? Sabotimi i fshehur ndodh kur dikush ndihet i kërcënuar nga suksesi juaj dhe përpiqet t'ju pengojë në mënyra të tërthorta. Këto veprime mund të duken si gabime të vogla, një mesazh i humbur, një detaj i lënë jashtë, por nëse përsëriten, sidomos në momente kyçe, mund të jenë të qëllimshme. Sipas Jungut, njerëzit që nuk përballen dot me dështimet e tyre shpesh projektojnë frustrimin të tjerët, duke i penguar në heshtje. Vëzhgoni modelet e këtyre sjelljeve dhe pyesni veten, a janë vërtet të rastësishme? 3. Konkurenca e padeklaruar. A keni ndarë ndonjëherë një lajm të mirë me dikë, vetëm për t'u përballur me një përpjekje të menjëhershme për të zhvendosur vëmendjen te vetja e tyre? Disa njerëz nuk mund ta durojnë suksesin tuaj sepse ai u kujton mangësitë e tyre. Në vend që t'ju urojnë, ata përpiqen të minimizojnë arritjen tuaj ose të tregojnë se edhe ata kanë bërë diçka të ngjashme, ndonjëherë edhe më të mirë. Kjo konkurrencë e padeklaruar rrjedh nga pasiguritë e thella dhe shpesh është një shenjë e zilisë së pashprehur. Jung thoshte se hija na shtyn të shohim të tjerët cilësitë që nuk i kemi zhvilluar të vetja. Nëse çdo bisedë me këtë person kthehet në një garë, ka gjasa që pasaj të fshihet një inat i pashprehur. 4. Mbështetja e rreme. Dikush që ushin armiqësi mund të tregojë mirësi në sipërfaqe, por pa ngrohtësinë e vërtetë. Kur keni nevojë për ndihmë, ata minimizojnë problemin ose gjejnë justifikime për të mos qenë aty. Kur arrini një sukses, entuziazmi i tyre duket i sforcuar ose mungon krejtësisht. Ky qëndrim bëhet veçanërisht i dukshëm në momentet e rëndësishme të jetës tuaj. Mungesa e mbështetjes së sinqertë është një shenjë e qartë se ndjenjat e tyre për ju mund të mos jenë pozitive. Jung fliste për disociacionin emocional, ku disa njerëz janë të shkëputur nga të tjerët, duke treguar ftohtësi dhe pamundësi për të mbështetur vërtet ata që kanë përreth. 5. Kontrolli i maskuar si kujdes. Disa njerëz përpiqen të dominojnë jetën tuaj duke pretenduar se e bëjnë për të mirën tuaj. Ata ju thonë se çfarë të bëni, kritikojnë çdo zgjedhje dhe mbjellin dyshime për aftësitë tuaja. Kjo formë kontrolli shpesh maskohet si këshilla të dashura ose shqetësim, por qëllimi i vërtet është t'ju bëjnë të ndiheni të varur prej tyre. Një tregues i rëndësishëm është ndjenja që ju lën. A ndiheni më të pasigurt pas këshillave të tyre? Sipas Jungut, nevoja për të kontrolluar të tjerët buron nga frika e kaosit të brendshëm. Njerëzit që nuk menaxhojnë dot pasiguritë e tyre përpiqen të qeverisin jetën e të tjerëve për të shmangur përballjen me veten. 6. Përhapja e thashëthemeve dhe kritikave. Një nga mënyrat më dinake për të shprehur armiqsinë është përhapja e thashëthemeve ose kritikave pas shpine. Dikush që ushin ndjenja negative ndaj jush rrallë do t'ju përballet drejt për drejt, në vend të kësaj do të flasë me të tjerët duke përhapur informacione të shtrembëruara ose të egzageruara. Kjo sjellje është veçanërisht dëmtuese sepse ju godet në mënyrë të tërthortë, shpesh pa e kuptuar derisa të ndjeni pasojat, si shmangia nga miqt ose kolegët. Jung shpjegonte se skreditimi i të tjerëve është një përpjekje për të projektuar pasiguritë dhe dobësitë e veta. Ai që flet keq për ju zbulon më shumë për veten se sa për ju. 7. Mungesa e gëzimit për sukseset tuaja. Njerëzit që ju duan vërtet gëzohen për arritjet tuaja dhe ju mbështesin si në kohë të vështira, ashtu edhe në fitore. Por dikush që ushen inat nuk mund ta fshehë bezdin kur ju arrini diçka. Reagimet e tyre mund të jenë të ftohta, mund të ndryshojnë temën shpejt ose të përpiqen të minimizojnë suksesin tuaj me komente si: nuk është ndonjë gjë e madhe ose edhe unë kam bërë diçka të ngjashme.
Kjo pamundësi për të festuar me ju tregon një konflikt të brendshëm, po suksesi juaj u kujton atyre mangësitë e tyre. Sipas Jungut, kjo sjellje rrjedh nga hija, e cila i bën njerëzit të shohin të tjerët atë që nuk kanë arritur vetë. 8. Gjuha jo verbale dhe detajet e fshehta. Sinjali më i fshehtë, por ndoshta më i fuqishëm, është gjuha jo verbale. Urrejtja e fshehur shfaqet në detajet e vogla, një vështrim që shmanget, një buzëqeshje e sforcuar, duar që ngurtësohen kur flisni për sukseset tuaja, ose një heshtje e ngarkuar me tension. Edhe kur dikush përpiqet të maskojë ndjenjat e veta, trupi i tradhton. Jung thoshte se e pandërgjegjshmja dhe trupi nuk gënjejnë kurrë. Mendja mund të ndërtojë një maskë, por emocionet e vërteta zbulohen përmes gjesteve të pavullnetshme. Nëse ndjeni tension ose ftohtësi të dikush, besojini instinktit tuaj, mund të keni kapur një sinjal që mendja juaj ende nuk e ka racionalizuar. Përfundim. Të njohësh këto sinjale kërkon vëmendje dhe ndjeshmëri. Fjalët mund të jenë mashtruese, por gjuha e trupit, modelet e sjelljes dhe detajet e holla zbulojnë gjithmonë të vërtetën. Carl Jung na mëson se hija është një forcë e fuqishme që ndikon në ndërveprimet tona, por duke u bërë më të vetëdijshëm për të, mund të mbrojmë veten nga energjitë negative dhe të ndërtojmë marrëdhënie më të shëndetshme. Herën tjetër që ndjeni atë shqetësim të lehtë, dëgjojeni instinktin tuaj, mund të jetë duke ju treguar diçka të rëndësishme.